Së bashku me zonjën Vjollca, ju përshëndesim drejt për së drejt nga këndi Guzhinës. Mirëmëngjes, mirë se të gjej. Mirëmëngjes, mirë se erdhët në emisionin tonë dhe Nisim nga puna, shoh vetëm speca të kuq. Se çfarë kemi menduar sot për të gatuar edhe Ara shoh. Sot mendova të mbush specat, po në një variant tjetër. Do t'i mbush me gjizë, me arra, me majdanos, me pak hudhër dhe sigurisht me vaj ulliri altis që na jep një aromë dhe shihet mrekullueshme. Atëherë, për të realizuar këtë recetë na duhen 1 kilogram speca të kuq. Na duhet 1 kilogram se përveç se specave që do të mbushin, na duhen dhe 2 speca ose 1 specë, varet nga masia e tyre, për të ngrirë në kubik dhe për ta trazuar me gjizën. Na duhet arra dhe 2 thelpi hudhër, sigurisht dhe një tufë majdanos. Do t'i sugjeroja mbisave, nuk do të përdorim as vezë, as gjë tjetër. Duhet zgjedhur gjiza tjetë me pak krip, jo pak krip. Do më thënë, nuk e jam kuptuat, jo pak krip, po të ketë pak krip. Okej, si është konotacion i tillë që ngatrojmë. Atëherë, duhet të zgjedhim një gjizë që tjetë në përbërjen e saj pak e thatë, jo e lëngshme. Por, nëse nuk e gjeni do të në treg ashtu, dhe do të ketë pak tjetë në gjendje të lëngshme, atëherë do t'i sugjeroja mbisave, mbasi unë dyshoj, jo se nuk mund të shkojnë, por edhe mos ta ngarkojmë me kalori, mund të marrim përsëri, siç kam thënë, për të trashur dhe për të rregulluar një supë, mund të marrim një lugë gjalp, pse jo gjalp vitam, ose një lugë gjelle vaj altis, me një lugë kafeje ose supe, supe kafeje, supe është kjo lugë, dhe jo, kjo është lugë salcash, një lugë të vogël. Mesatare të vogël, një lugë kafe, jo nga ato të voglat fare, kaq me miell, një lugë gjelle vaj, ulliri, ta tresin ta bëjnë në një trajt homogjene dhe ta trazojnë pastaj në gjizë. Për arsye se gjatë kohës që ne do t'i fusim në furrë, kemi përbërës që dhe gjiza mund të na nxirri pak lëng, nëse do t'jetë e lëngshme, dhe sigurisht që specat janë perim që në trajtën e tyre dhe në përbërjen e tyre kanë përqindje ujë. Po, aq më tepër për specat e kuq që ke përzgjedhur për sot, meqense janë më antioksiduese. Ato janë me tul, madje unë kërkova specat të tjerë, nga ato që janë akoma me tul, që janë më të fryrë, por për momentin nuk gjeta dhe solla këto. Jo, po këto duken shumë të bukura dhe të mira, kështu të shëndetshme. Tani, siç thash, unë gjizën e kam zgjedhur pak, jo pak, por shumë të mirë, dhe këtu do të filloj tani të pres në kubik. Pra kemi përmendur përbërësit, këto janë përbërësit që ju nevojiten për këtë recetë, për specat të mbushur me gjizë, ndërkohë të shohim se si do të aplikohet kjo recetë. Po, do të pres njerë në shkopin shumë të hollë, pastaj në kubik të vegjël do të pres specin. Gjithashtu do të gri dhe majdanozin shumë hollë, arrat i kam bërë gati, jo të grira në mikser, si që kemi thënë gjithmonë, se ashtu do të bëheshin në trajtën e miellit, po të jenë të dukshme, edhe kur ne t'i konsumojmë, ta ndjejmë arrën në gojë. Pra 500 gram gjizë është e mjaftueshme, nëse keni më pak përbërës, do t'hidhni më pak. Se fillimisht do bëhet kjo si përzierje tani e të gjithave me sa po shumë, që se i bëre të vogla, po thuajse në madhësinë në një tas. Do gri këtu edhe majdanozin shumë hollë. Anvisa tashmë kanë fantazinë e tyre dhe mund të krijojnë dhe të sajojnë qoftë mbushje të çfarë do llojshme, qoftë speca me ngjyra të tjera, mjafton që shihet të kombinohen dhe të jenë të përafërta, të shkojnë me njëra tjetrën. Ka një mori recetash me speca të mbushura. Një nga ato është, mbasi tradicionale që ne zakonisht mbushim, është me oriz, me mish, me qep, me mish dhe pa mish. Ne i skuqim dhe me mish dhe pa mish. Kur i duam vegetariane, i bëjmë pa mish. Ose me salcë kosi në vend të gjizës, për shembull, ka receta të tilla. Salca e kosit na jep një mundësi tjetër, se është më pak më e ujshme në gatim. E trazoj më mirë. Do t'i hedhim edhe specat. Po. Ja, me të bërë këtë përzierje, neve
Do bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër, sa po të Patjetër. Do t'i përzim grim të gjithë përbërësit. edhe hudhra, do t'i grim kështu me thik, nuk do t'i grim me grirësen. Që dhe ato t'jenë të dallueshme. Ato treten se do zbuten fare, madje as nuk do ndjehen, vetëm sa do japin aromën. E qartë. Okej. 2 hudhra kemi, mesatare. 2 thelbi hudhra, po. Do ta provojmë edhe një qik për krip. Pra, Mbasi gjiza ka krip, por pak, jo shumë. Kjo mbushja ka në përbërje të saj specin e vetë, në mbushjen. Po, specin e ngjyrën e vetë. Sigurisht. Dhe do t'i hedhim dhe 2 lugë vaj ulliri brenda. Vaj ulliri t'i jep një shije, si që thash, dhe një aromë të mrekullueshme. 2 lugë gjelle. Vaj altis. Kemi gjetur tani të gjithë përbërësit që na duhet dhe kompletojnë më së miri kuzhinën tonë, tryezën tonë. E realizuam edhe këtë pjesë të gatimit, ndërkohë ne do të shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare për të falenderuar të gjithë bashkëpunëtorët tanë dhe më pas rikthehemi për të vazhduar pjesën e dytë të këtij gatimi. Mirë, jemi rikthyer tashmë për të përfunduar recetën tonë, speca të mbushur me gjizë, edhe me specin e vet, speca të kuq ka zgjedhur sot zonja Vjollca, ju e shihni edhe në ekran. Do të realizojmë mbushin e tyre, ndërkohë e shpjegojmë dhe njërë se si vepruan për këtë pjesën e realizimit të kësaj mbushjeje. Kishim gjizën, hodhëm 2 thelbi hudhra të grira me dorë, hodhëm një spec, griva dhe specin tjetër, tani do t'ja hedh dhe specin tjetër. Në kubik sa më të vegjël. Një tuf majdanos, i hodha 2 lugë vaj ulliri, dhe këtu na është bërë një masë goxha. Do të mjaftonte edhe 300 gram gjizë, jo 500 gram, por për 1 kile speca duhet, kurse për 6 që ne na nxëtava këtu është... Edhe që janë të bollshëm. I hedhim dhe arat në fund fare. Dhe tani unë, mbasi t'i përzej të gjitha së bashku, do m'ja për shumë pak piper të zi. Do filloj t'i mbush specat. I ke bërë ndonjëherë ti Niki kështu? Këtë recetë, me thënë drejtën, era e parë që e dëgjoj, sepse thash që zakonisht i kemi realizuar ose vetëm me gjizë, pa këto përbërjet e tjera, për shumë me ara, jo. Po me gjizë kryesisht i presim në copëza të vogla, i skuqim dhe i përzim bashkë me gjizë në këtë version. Unë i kam bërë dhe me gjizë me vezë, mirë më dalin dhe ashtu, po kur e pash këtë recetë, tash pse mos të ndajmë bashkë me Andisa. Dhe është mjaft interesante. Kështu mendoj dhe unë. Tani, Andisat mund të eksperimentojnë, mund t'i... Do t'i mbushim specat, do lyejmë me shumë pak vaj, tava që ne kemi bler tek Elegance Home, nuk ka fare nevoj për tavë, për vaj, por ne do t'i hedhim pak specave sipër që mos të na thahen. I mbushim. Kapaku është ky. Do t'i lyejmë vetëm sipër me një furçe, kisha nxjerrë një tas që Niki bën vetëm i heq tasat. Që të edhim vajnë aty, apo jo? Po. Unë ta pastroj tavolinën në mënyrë që të kesh të gjitha gjërat që të duhem përballë, edhe që mos krijojmë konfuzitet tek të shikuesit tanë. Ja, në moment që unë e vendos specin, Niki e lyen me vaj, me furç, është e mjaftueshme. Duken dhe më të bukura, kështu kur shkëlqejnë pak nga vaj ullirit. Dhe i mbushim me radhë të gjitha. Ndërkohë, vetë Andisat, gjatë kohës që ne realizojmë këtë lloj mbushje, mund të fokusohen përmes ndihmës së regjisë, sa i takon edhe një herë përbërësve të specave të mbushur me gjizë dhe me ara, mund t'i shënojnë mirë, për ta mësuar edhe këtë variant të mbushjes së tyre, ja tek e shihni, ju nevojiten 1 kg speca të kuq, 500 gram gjizë, 100 gram ara, 1 tuf majdanos, 2 thelpinj hudhër,
vaj ulliri, krip, piper i zi. Pra, shumë pak përbërës, një recetë e thjesht, ekonomike dhe që përmbush një vakt dreke, mund të shoqërojnë me një pjatë past dhe do t'ishte shkëlqyer një drek me të gjitha kalorit dhe vitaminat që i nevojiten trupit njeriut. Për arsye se kemi thënë që përdorimi i frutave të thata është shumë mirë për organizmin, mbasi ato kanë brenda yndyra të pangopura. Po, kanë dhe omega-3-shin, pak të narat që kemi përdorur sot, e realizojnë në mënyrë. Mirë the që edhe 300 gram gjiz mjaftonte. Ne na teproi përmbushja, po sigurisht për një spec tepron, nuk tepron shumë. Për një spec tjetër. Po. Ne nuk e hedhim. Mos kemi rakiq, se e rregullojmë atë punë. Jo, se kemi një tavë shumë të vogël, qoftë edhe 2 speca me ajo tava dhe edhe e realizojmë aty. Kemi sa duash, specat ku i morëm? Ke KMY-ja i morëm specat, ke KMY-ja morëm gjizën, të gjithë përbërësit që na nevojiten për gatim, ne u drejtuam ke supermarketi KMY. Aty jo vetëm produktet e mishit, por edhe perimet dhe të gjitha i ke në atë supermarket. Okej, edhim edhe specin e fundit, e vendosim për sa minuta mund të talon anvisat? Po unë mendoj që më varet nga ne në temperaturën 200 gradë do t'i vendosim, por do t'ishte mjaftueshme 30-40 minuta, i 35 mendoj që gjithçka do t'jetë gati. E qartë. Ja dhe speci fundit, Ne sigurisht të ketë nevoj, sepse... Do të... Jo, s'ka nevoj, tava s'ka. Për të mos u thare të marrin ato ngjyrën që ne duam, të jenë të buta edhe kur t'i nxjerrim nga fura. Dhe ku mund t'a gjenë këtë tavë? Tek Elegance Home, tek rruga Myslimshyri, atje mund të gjeni të tilla dhe të gjitha format që ju nevojiten për të gatuar një recetë të shijshme. Mbasi është shumë e rëndësishme dhe ena ku ne gatuajmë. Po sigurisht, ja, tani ne nuk e lyem fare me vaj. Fare. Do ta nxjerrim sërish, nuk ka nevojë fare për t'u fërkuar ose çdo lloj tave që ne përgatisim, kështu që është një gjysma e punës, kur i thonë ena. Ne po e vendosim në furrë tashmë në 200 gradë Celsius. Furra gjithmonë do t'jetë e parangrohur për të gjitha ushqimet që ne do të gatuajmë, për recetat që ne gatuajmë për t'i vendosur në tavë dhe në furrë. Gjithmonë furra, qofshin këto ëmbëlsira, qofshin këto tava me brum pa brum, furra gjithmonë do t'jetë e parangrohur. Për arsye se duhet një kohë relativisht jo e shkurtër për ta nxehur vetë enën dhe pastaj përbërësit. Mbasi të filloj pjesa e valimit në furrë, atëherë mund të llogarisësh minutazhin që duhet për të gatuar atë përbërës që kemi vendosur. Mirë, ne besoj se kemi ndihmuar anvisat për ditën e sotme, kemi lexuar përbërësit, realizuam le të themi aplikimin e kësaj recete, do të na jepni shumë pak kohë sa të përgatitemi për recetën e dytë. Shkëputemi për pak publicitet, do të rikthehemi për të vazhduar sërish me gatimin tonë. Jemi gati për të nisur pjesën e dytë, recetën e dytë në fakt të gatimit për ditën e sotme. Në pjesën e parë ne shpjeguam, kemi vendosur tavën me seca të mbushur me gjizë dhe me ara. Po presim që të bëhet gati. Në mënyrë ndërkohë ne vazhdojmë me një pjatë shoqëruese. E përmendem, ndoshta ky ka qenë dhe qëllimi që kjo mund të shoqërohet mirë edhe me një pastë. Me një pastë, do unë kam zgjedhur penet. Po. Penet, për ndonjë nga anvisat e reja që nuk di, janë makaronat në formë tubi dhe të shkurtra. Do t'i zjejmë për 9 minuta, por unë nuk do t'i lë 9 minuta në tenxhere duke zjerë, do t'i lë 7 për arsye se si zakonisht 2 minuta do t'kalojmë në pjesën e salcës që do të përgatisim ne. Me çfarë salce do t'i bëjmë? Do t'i bëjmë me salcë pesto genovese, që dhe nëse ne do të shkojmë në treg dhe do të blejmë një kavanoz, anvisat e reja ta dinë, pesto genovese është përbërja e borzilokut, trazuar me djath parmigjan, me stika pishe, me hudhra dhe me krip. Pana dhe ky djathi tjetër parmigjan na nevojitet në fund fare për të rregulluar pjatën e pastës që do të bëjmë ne. Do të ketë aromën e borzilokut besoj, meqense do përdoret. Shumë mirë. Tani unë do të hedh pak krip në tenxhere ku po zjem ujë. Sigurisht që për pastat punojmë paralelisht me salcën që përgatitet edhe me zjerje. Do të ketë edhe shumë pak vaj ulliri. Kjo është pjesë që shërben për të mos na ngjitur
makaronat dhe këtu do të hedh 300 gram pene, mbasi është e mjaftueshme. Paketat janë me 500 gram, po është e mjaftueshme 320 gram, 80 gram për porcion. Do t'ja vendos kapakun, mirë është mos ja vendosin fare dhe heqim. Tani do të përgatis peston në kushtet e shtëpisë. Nuk do t'a blej kavanozin të konservuar gati, por do t'a përgatis në shtëpi. Për të realizuar një salcë me pesto, na nevojtet patjetër që ne të kemi një aparat ose një nga pajisjet e Kenwoodit. Mund të realizoni dhe tek grirësja i qepës, mund të realizoni akoma dhe më mirë këtu tek frulatori, kur ne zakonisht bëjmë supa, kremra, qumësh, kos me fruta, çfarë të dëshironi ju. Është mirë të keni një të tillë në shtëpi, dhe ku mund ta gjeni tek parku i autobusave, qendra Kondor, dhe në Urën tek Unaza në rrugën e Shallvareve. Shallvareve, po, përballë. Atëherë, e kam pastruar, tharë, fshirë borzilokun. Do të hedh 200 gram borzilok, por nuk do ta hedh të gjithë për një herësh. Për arsye se ky aparat do të ketë një gjendje të lëngshme që të frulatojë mirë. Atëherë, do të vendos pak stika pishe. Për të realizuar recetën me 200 gram borzilok, na duhen 40 gram stika pishe. Por, unë do të ndaj në 2 pjesë. Na duhet parmigjan, do të hedh gjysmën, do të hedh një thelpi hudhër dhe pak krip. Pak krip për arsye se parmigjani është një djathë i stazhonuar mirë dhe ka shumë krip vetë në përbërjen e tij. Na duhet dhe 50 ml vaj ulliri. Pra, vaj ullirit është pjesa e lëngshme që ne na ndihmon për të frulatuar dhe për të bërë pestën gjenoveze. Në këtë moment do të filloj të na krijohet një krem homogjen dhe kur të hedh përbërësit e tjerë, nuk është nevoja që unë të hedh përsëri vaj, mund të hedh pak, për arsye se unë nuk e kam hedhur komplet 50 gramshin, dhe filloj e frulatoj. I hedh përsëri pak vaj. Jo, dhe më pak, që parë. Po. Dhe vaj e ndihmon. Me një spatull, jo s'ka përfunduar akoma, do dhe pak. Me një spatull, po. Ne e rregullojmë, i mbledhim qikanët për të vendosur të gjitha në qendër. Vajin e hedhim gradualisht. Pra, fillimisht këtu ishte masa plot e mbushur me përbërësit që odhën borzilokun. Po, ndërsa tani sikur masa filloi të bëhet të ulet. E vendosim përsëri. E bëjmë mirë në gjendje të lëngshme këtë masë që kemi. Tani fillojmë hedhim përbërësit e tjerë. Sekreti për të patur një... Të shoh pak? Pa. Gjanë fiks me ato kavanozët që ne në të njëjtën procedurë, le të themi, përgatitet? Po, hedhim këtu kryesisht gjethet. I kemi tharë me një leck, ose i mbështillim me një picet dhe i rrotullojmë në 2 anë, njëherë në krah të djathtë dhe njëherë në krahun e majt. Dhe të gjitha gjethet pastrohen. I hedhim të gjitha këto. Hedhim përsëri djathtë. Pra, fillimisht pak. Po, që të bëhet sa më i hedhim komplet pestot. Hedhim dhe një thelpi hudhër, 2, pak piper të zi dhe përsëri frullatojmë. Tani është më e thjeshtë për arsye se është krijuar ajo masa homogjene.
edhe ndihmon shumë për shpërbërjen e të gjithë përbërësve të tjerë. E kalojmë me xhiro të shpejta. I mbledhim dhe një herë anët. Du janë mundësit e anvisave për ta përgatitur, qoftë të kjo pajisje që ne po e realizojmë, qoftë edhe tek pajisja tjetër, që e përmendi zonja Vjollca për ti, atje ku grim qepën edhe çdo përbërës tjetër. Edhe atje mund ta bëjmë. Mund të realizohet. Mund të realizohet edhe atje. Ja, tani është formuar një si krem. Po. Por për të realizuar një pesto të shishme shumë, është mirë që jo një tufë majdanos, po të hedhim një gjysmë tufe majdanos. Receta tradicionale madje, kështu e ka, i hedhin dhe pak majdanos, për arsye se shkon dhe i bashkon të gjitha aromat dhe shijet. E hedhim dhe këta, dhe si që shikoni të gjithë përbërësit që unë kisha në tavolin, përfunduan në frulator. Tani, si që shikon, është bërë një masë kremoze. Mori trajtën e duhur tani. Po. Kjo ishte e gjitha. Pra, shumë thjesht, shumë shkurt, nuk ja vlen që të mundohemi deri te marketi, por mjafton rrugës kur të kalojmë për të blerë një pajisje dhe e realizojmë në shtëpi tona, qoftë për ta përdorur për këtë pastë që solle sot zonja Vjollca, qoftë edhe për gatime të tjera, apo jo peston sigurisht që ka gjetur vend tek ne, edhe në gatime të tjera, por herët e tjera e kemi sjell të gatshme, sot e përgatitëm vetë. Tani e hedhim në një tas. Kjo është pesto. Unë e hodha në tasin që ishte djathi parmigjan. Po. Që ne i përgatitëm vetë. Mendoj që soba mbaroi. Specat nuk do t'i nxim dhe t'i skuqim, mjafton sa të na rrudhen. E do nxjerrim edhe atë që t'i servirim të dyja pjatat ndërkohë. Pra, kjo është pesto. Ta largojmë edhe këtë. E provojmë pak shije. E mrekullueshme. Do të marrësh një lugë të vogël për ta provuar. Ta provosh se është kështu e taze kur i thon, e sapo përgatitur. Niki? Edhe mbi buk është e mirë. Se jo, edhe brusketat mund t'i lyes. Po, edhe brusketat që përgatitëm para pak kohësh. Atëherë, si do të veprojmë për të realizuar salsën me pesto? Vendosim tiganin dhe ambisave u them që ju e pat që ne përdorëm vaj mjaftueshëm, 50 ml vaj, kështu që do të hedhim shumë pak për mos më thënë një lugë vaj. Po, në mënyrë që të balancojmë sasinë e yndyrës që do të përdorim, ndërkohë po e bëj gati tryezën në mënyrë që ti servirim edhe ti nxjerrim pjatat që përgatitëm sot. Po. Makarona kozi. Peston, që nga ngjyra, pestoja dhe nga aroma, duket që është një pesto e freskët. Dhe për shijen ju garantoj. Do të ndihmojmë peston me salsën, desha të them, me shumë pak ujë nga lëngu i makaronave. Me njëherë, si që shikoni, filloj të zjej, dhe unë do të hedh pak lëng makaronash. Tani ngjyra fillon të zbardhet. Unë do të zbardh akoma më tepër, mbasi do t'i vendos brenda edhe pak pana. Ja, kur kemi dhe pana. 7 minuta për pjesën e makaronave kanë kaluar. Kemi thënë dhe në disa herë të tjera që e rëndësishme është të respektohet minutazhi i zgjedhjes makaronave, qoftë për atë problemin që thamë pse nuk shëndoshen italianët kur konsumojnë makarona.
do të hedh këtu pak pana. Dhe tani do të nxjerr makaronat nga zjarri dhe do t'i hedh të gjitha mbi salcë. Do t'i lej 2 minuta. Është kohë e mjaftueshme për ato të marinohen me njëra tjetrën. Do ta ul pak temperaturën. Ja ku kemi gati për t'i serviru, për t'i përfunduar. Makarona penne me pesto genovese është receta e dytë për ditën e sotme në këndin tonë të kuzhinës. Ju të dashur anvisa mund të shënoni përbërësit edhe një herë, qoftë edhe për përgatitjen e pesto, së që ne e realizuam tashmë me pajisjen Kenwood, mund të përdorni atë grishsen e qepës, siç e përmendi dhe zonja Vjollca, dhe ju propozojmë edhe një herë përbërësit 300 gram pene, 200 ml pana, 50 gram djath parmigiano, 2 lugë gjelle vaj ulliri. Këto janë përbërësit e parë, ndërsa për peston ju nevojitet 200 gram borzilok, 100 gram djath parmigiano, 20 gram stika pishe, 3 thelpi hudhër dhe 50 ml le të themi vaj ulliri altis në rastin tonë që kemi përdorur, shumë i shishëm për çdo gatim. Dhe kemi përfunduar. Besoj do t'i servirim tashmë së bashku me specat. Edhe 1 minutë tjetër, po i shohim specat? I shohim unë specat shpejt. Sa po e fikëm atë? Janë nxirr goxha. Një çik më pak duhet ishin skuqur. Okej. Do të marrim specin që është sigurisht, specin më të mirë do ta marrim, apo jo? Ato që do na pëlqejë dhe më shumë. Okej. Shumë bukur. Edhe pak aty. Dhe ne mund ta presim këtë specin pak. Meqense kemi hedhur përbërës të tjerë brenda. Mirë do t'ishte që të mpiksej. Një pirun. Që të ftoj pak. Mbasi të ftohet speci, sigurisht do ta presim në fejta të tilla që të jetë i gatshëm për të konsumuar. Ja, një drek që ne mund ta kalojmë shumë mirë, shumë shëndetshëm, qoftë edhe me pak kos shkon kjo, ne e sollëm edhe me një pjatë pastë. Mund të hedhim dhe një çik tjetër se ka pak aty. Për mbushjen e ke fjalën tek top. Sigurisht. Ja. Dhe gjithçka është mirë. E vendosim në tryez, ndërkohë do të servirim. Kosa na ka mbetur, servirim edhe penet. Po. Sikur kisha një qep, po, ja ku është. 2 ngjyra mbizotërojnë sot. Kjo ngjyra e gjelbërt, jeshile dhe specat e kuq. Që i kemi si tjetën pak kaçkavall të gri. Parmigjan, patjetër. Edhe këtu hedhim pak parmigjan. Edhe këtu mund ta zbukuroj me një gjethe. Mos i hodhëm të gjitha gjethet në brenda. E borzilokut e? I kemi përdorur të gjitha. E kisha ruajtur një çik, po. Mirë, nuk ka problem se ne kemi përdorur. Janë gjitha ato gjethe brenda. Ne kemi përdorur edhe majdanos, kështu që një nga përbërësit. Madje shumë bukur doli dhe uli aty në mes. Dhe këto ishin 2 pjatat që zonja Vjollca kishte menduar për ditën e sotme për ju anvisa, ju teleshikues që na keni ndjekur, një past pene me salcë genovese dhe speca të mbushur me gjizë edhe me ara. Ju bëfshin mirë, shpresoj të keni gatuar dhe ju në shtëpi tuaja. Balkanu.com është adresa, ju kujtoj edhe një herë për të gjetur gjitha adresat e zonjës Vjollca. Në YouTube Këndi Kuzhinës Vila 24 klikoni për të mësuar akoma të tjera receta që serviren çdo ditë në këndin tonë të kuzhinës. Ju falenderojmë që na keni ndjekur në këtë pjesë, që jemi nesër në këndin e kuzhinës në orën 9 së bashku këtu me zonjën Vjollca. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim.